Në një intervistë të gjatë dhe speciale për televizionin 6+ nga Vlora, presidenti i klubit të futbollit flamurtari Sinan Idrizi rrëfet për gjithçka. Së pari, Idrizi ndalet tek rënia nga kategoria e flamurtarit, kur thot se pavarësisht kushteve dhe buxhetit milioner, skuadra nuk funksionoi në strukturat e veta. Shtuam në shumë drejtime. Dështimi i parë ishte që nuk patëm pak më tepër durim me grupin drejtues të parë. Grupin e ardhur nga Spanja, që për mua ishte një grup shumë profesionist dhe realisht shumë serios. Dështuam për shkak të padurimit që patëm, pastaj në vazhdimsi strukturat e lojës, strukturat e ekipit, dhe gjitha si këto patën pasojnë që ramë nga kategoria. Sinan Idrizi ka edhe një mesazh për facebookistët që kur nuk shkojnë në stadium, por vetëm komentojnë dhe për ata që pretendojnë të marrin drejtimin e flamurtarit nëse ka. Presidenti i klubit thotë se është i hapur për çdo. Dojmë që s'kishte banjo. Kupton, filluam koncept në koncept, për çdo veprim duhet merr vendim nga Këshilli Bashkiak, duhet shkojë të dëgjoj njerëz që përdorin markën për politikë. I kanë vënë që këta domethënë dalin të gjithë dhe shfryn. Momentin flamurtari humbet, momentin flamurtari bie nga kategoria, në mënyrë që nuk shkon gjë. Deri në ato momente nuk vin kur, nuk janë kur në stadium. Nuk u intereson fare flamurtari. E kanë thjesht se kujtojnë për shkakun bjeri këtij Sinanit, edhe bjeri pas flamurtarit se ka dështimor, është shumë e thjeshtë fare. Është tjetër që unë do të vazhdoj të bëj akoma. Do të vazhdoj të bëj akoma deri në fund çdo gjë. Çdo lloj detyrim do vazhdoj ta mbaj deri në fund, por në një moment e përstrisht për të disatën herë. Ore bujrum hajde më të vit dikush tjetër, që ka mundësi financiare dhe që shumë i zoti nga mua ta bëjt vit apo i sot. Kjo është marka e qytetit. Idrizi ndalet tek ligji i sporteve. Kjo është ajo godoja më fantastike që në Shqipëri nuk bëhet dhe nuk duhet të bëhet, e kupton? Është gjithmonë ajo histori e këtyre që duan. Pse? Kush e pengon? Po s'kam, sepse ne ti themi gjërat shqiptare, unë di do të fillon sulmoni s'ka si të keqe, po unë jam bardëzi dhe i kam qef këto histori, nuk e dua kolorin shumë. Megjithëse miqtë e mi kam me kolor shumë misën, po vetë jam bardëzi. Problemi është rrojnë shqiptare bolshevike. Shqiptarët urrejnë pronën. E urrejnë pronën, pavarësisht se kemi kaluar në një kapitalizëm shtetëror. Kemi kaluar në një stat tjetër që quhet, pavarësisht se kemi krijuar borgjezin provinciale, pavarësisht se kemi krijuar këtë, në fund nuk e duam pronën. Nuk e duam pronën sepse ne shikojmë, nuk ke unë që pak njerëz që shikoj që marrin risk në jetë për të bërë biznes, e kupton? Nuk e duam pronën, kjo është. Dhe kur unë them për shembull rast konkret, kam thënë disa herë të tjera për shembull për kemi ministrin e sporteve të Shqipërisë për shembull. Ministri i sporteve, i turizmit dhe i sporteve. Domethënë është një koleksionist bluzash, fanellash. Profesori di kush është, erdhi dikush thot nga Interi, klubi Inter, dhe dalin foto me këta. Keni parë ministrin e sporteve në botë që mos shkojë asnjëherë të kontaktojë me ekipet. S'ka asnjëherë stadiumin flamurtar për të parë. Ju thoni është rregulluar stadiumi nga ana vizive janë për këto gjëra, është për kjo. Ministri e sporteve keni parë ndonjëherë? Nuk vjen. Ke parë ndonjëherë ministrin e sporteve të negociojë të flas për ligjen e sportit, thotë ju si financoni, ku gjeni, ke parë ndonjëherë të kalojë sit në Shqipëri nga vin lekët e futbollit. Kush janë grupet që financojnë këtë, kush janë grupet e interesit, njerëzit që ka interesit. Unë erdha që në fillim fare, se disa kompani turke që ishin sektorin e turizmit dhe të sportit. Me idenë për të marrë përvojën e këtyre. Pra, gjëja këtu nuk shkon sepse nuk privatizohet, nuk duan ligj sporti. Flamurtarit për momentin është bllokuar merkato. Presidenti Idrizi zbulon se gjithçka ka ardhur nga ish trajneri italian Andrea Agostinelli, i cili u largua nga drejtimi i skuadrës pas ndeshjes me Pogradecin për mungesë të rezultateve dhe se klubi ka paguar të gjitha detyrimet, madje i ka dhënë edhe një premio 10.000 euro për ngjitje në Super League, pavarësisht se ishte larguar. Këtu është problemi te flamurtarit, që anën time njerëzore këta, që e her pas herë ndonjëherë gabimisht në janë institucionale keq kuptojnë. Dhe shkonte dhe vinte si thosha gjyfar, ndeshën me Pogradecin, pasi u vënë në rrezik çdo gjë, e largoi Agostinelin dhe i bëi gjitha pagesat e rrogave të tija. Në fund fare nga ideja e mirë, me që u jap gjithë djemve tanë, u jap një premie për 10.000 eurosh për superiore, shkoi dhe jap thras Agostinelin dhe jap një premie 10.000 euro. Kjo ishte një akt njerëzor që bëron për Agostinelin. Pra ishte kjo premie, një mandat 10.000 euro që jap Agostinelin, dakord? Tani Agostineli e merr këtë dhe shkon në UEFA në gjyq. Dhe shfryzoi një pikë të kontratës që ne kishim bërë, që nëse ekipi do të shkonte në një kategori më lart, ky ishte automatikisht trajneri i flamurtarit dhe do të merrte një rrok për 5.000 euro në muaj. Shkon në gjyq atje. Me këtë dokument mirësie që ne kishim bërë, thot, unë këta më kanë dhënë dhe premie, thot, dhe unë thot automatikisht thot, më takon e drejta të fitoj gjyqin. E kupton? Kur ju si kishte asnjë detyrim financiar. Fare, vetëm fitoj nga pika që nëse ekipi hynte në kategori më lart, ky vazhdonte kontratën vitin tjetër. Dhe i shtoi kontrata me kaq e tjera si këto.
Kishte pranuar. Pra, edhe përdori si argument, unë jam trajneri i ekipit tonë sepse kam marrë premie, thë. Ka shkuar në UEFA, ka bllokuar konton. Partia, dje i kam dhënë bangësimin Turqi, pagesën këtij zotërisë, i dashur me Gojma Agostinelli, ti gëzosh këto parat, mendoja se ishte një burr i mirë. Një burr qarë nga një hall familjar, s'ka asnjë problem fare. Ne më Lori themi, tu bëshin, si themi? Do të urojmë të mira për gëzime, s'ka si të keqet fare. Sinan Idrizi zbulon se do të ndërtojë një skuadër elitare edhe në kategorinë e parë, me objektiv ngjitje në Super League dhe rikthimin e shpejt. Dhe jam duke në këto momente duke negociuar me një trajner shumë të mirë, me një staf që është interesant, dhe përsëris po bëj thirrje të rinjve vlonjat që të afrohen këtu. Para disa ditësh, kam rast të bëj thirrje publike tani, është para disa ditësh kur ishte Zoti Rama ishte në miting në Partisë tia, unë shkova në miting, domethënë si jo antar i Partisë Socialiste, sigurisht bile nuk ishte nga anën tjetër medalës, po thjesht si një simpatizant i jashtëzakonshëm i Zotit Rama, vjen një djalë që ishte kundërshtar, do bënte anti-miting. Dhe më thotë, kam qenë lojtar i flamurtarit. Dhe këto, okay, kam qenë para viteve. Pse nuk vjen tek ne shumë të japësh të punosh tek flamurtari, por vjen dhe bën miting. Jam pa punë, hajde puno tek ne. Po kam i shokun tim tha që është shumë i mirë. Ka qenë djalë tek flamurtari quhej Sokol ka qenë shumë i mirë. Mazaj. I jashtëzakonshëm. Një djalë, domethënë, një nga këto dështimet klasike për natën si mejore këtu, një lojtar i jashtëzakonshëm, një djalë me cilësi të jashtëzakonshme. I bëj thirrje Sokolit, të vi urgjentisht tek flamurtari. Rast konkret, e kupton? Një çun lojnja të vi këtu ta afrohet, ndoshta edhe mund të mos ta gjej gjuar me ne. Më kupton? Po të vi tek flamurtari, domethënë mos të rinë larg, mos të largohen. Dhe çfarë do lloj që ka, sepse shikoj normal, flamurtari është shtëpi e gjithëve, nuk është as shtëpia ime as shtëpia, është e gjithëve. Ka vend për të gjithë, ka vend për ata që urrejnë njëri tjetrin, ka vend ata që shahin për njëri tjetrin, ka vend për çdo lloj rrymë, për çdo lloj fytyre, sepse është flamurtar. Do të jetë një skuadër e re totalisht apo do të ruani një pjesë të grupit? Pjesa e grupit do të vazhdojë, ata që janë në kontratë do të vazhdojnë, ata që duan të ikin pastaj janë histori të tjera, sepse ka dhe histori nga këta djem që thonë që harrojnë çfarë ka marrë Roga, thonë jemi pa paguar. E kupton, mirë po përsëris, jo vetëm lobotom nuk jam, as leukotom nuk jam. Dhe këtyre djemve që ka një tabelë aty që shkruajnë sa kanë marrë, sa s'kan marrë, se kur vjen këtu në fillim të vitit bëjnë kontrata 2 vjeçare, marrin paradhënie si u do qepi, pastaj në fund fare tonë kemi kaq mirë pa marrogat. Okej. Hajde bëni llogaritë dhe çfarë kemi për të marrë merrni dhe ikni. Nuk kam dëshkuar asnjërin në bazë të kontratës. Unë nuk ndëshkoj një në bazë të kontratës. Në kontratë ka secili kushte penaliteti. Asnjë nuk kam dëshkuar dhe nuk ndëshkoj.